Jemi kthyer në studio, jemi në një transmetim të drejt për drejt të Breaking. Me mua në studio është operatora turistike Ente Lavani dhe eksperti për çështje të turizmit Feriol Dozuni. Diskutuam edhe në pjesën e parë se çfarë po ndodh me ofertën, trendi turistik për Shqipërinë, por duket se një nga problemet ka të bëjë pikërisht me stafin, një problem i mbartur nga vitet e shkuara, siç ne kemi bërë me dije. Një pjesë e mirë e të angazhuarve në sektorin e hotelëri turizmit kanë zgjedhur vitet e shkuara edhe të punojnë në shtetin fqin në Greqi për shkak të një oferte më të mirë financiare. Sipas shoqatave të turizmit, aktualisht kemi mungesa në rreth 20.000 punonjës, por nga ana tjetër nuk janë të pak shqiptarët e papunë, plot 69.000 janë të regjistruar zyrtarisht në zyrat e punë kërkimit, pra si punë kërkues të papunë. Megjithatë duket se nuk kanë funksionuar lidhjet qoftë me shoqatat e biznesit apo edhe me angazhimin në nivel institucional për të realizuar kurse të shpejta për të përshtatur një pjesë të tyre në këtë sektor. Pse? Do t'ishte një zgjidhje kjo, zoti Ozuni? Jam i bindur që do t'ishte një zgjidhje, do t'ishte një nisje e mirë, sepse ne vuajmë gjithmonë për nisjet. Pra presim gjithmonë që gjërat t'i perfeksionojmë dhe t'i nisim, shpesher duhet edhe mjafton që t'i nisësh. Ajo çka vije të re është fakti që ne deri në 2019, pra deri përpara atij viti problematik që patëm, ne kemi pasur një strukturë burimesh njerëzore në industrinë turistike që deri në atë moment ishte deri diku e konsoliduar, pra 60 apo 65% e punonjësve që ishin operacional në industrinë turistike kryesisht në sezonin veror, pra flasim për Bregdetin, ishin të njëjtit prej të paktën 2 apo 3 vitesh, pra që do të thotë kishin fituar eksperiencën, kishin njohuritë e nevojshme, kishin përgatitjen e duhur dhe tashmë ishin më të aftë për të marrë apo për të thelluar dijet e tyre me trajnimin që duhet vinin nga këta. Pse nuk i mbajti biznesi shqiptar? Pse nuk Jo, nuk i mbajti. Këtu kemi problemin e parë që ndoshta nga të pakta të raste që nuk e kemi faj ne në mënyrë të drejtë për drejtë. Për shkak të pandemisë, ne e treguam shumë mirë, qeveria, shteti, që sektori më vulnerabël dhe më i pambrojtur ishte industria turistike. Të gjithë industritë e tjera përfituan, qoftë edhe ato 2 apo 3 rroga sa u dhanë në atë periudhë, ndërsa industria turistike përfitoi pak apo as pak. Ndërkohë që ishte ajo që vuajti, sepse punonjësit vazhduan të t'i paguante, hoteli, restoranti, bari, autobusi nuk punonte. Të gjithë këta punonjës që ngelen të papunë dhe nuk ishin më të ardhura, u riorientuan në sektore të tjera, sektore në cilat i mendonin që të ardhurat e tyre financiare ishin të sigurta dhe gjithë vjetore. Problemi i dytë është që, po në të njëjtin moment, një pjesë e mirë e këtyre që ishin më të përgatitur, ashtu siç ju e theksuat në hyrje të pjesës së dytë, u larguan drejt, ju theksuat shtetin fqin Greqin, po u larguan edhe më tej. Njoh shumë që kanë ikur edhe në Kroçera, kanë ikur edhe më larg, edhe në Spanjë dhe në Portugali për të punuar, sepse kërkesat e tyre financiare ishin më të ulta, sepse sa vendasit atje dhe arritën të sigurojnë një vend më të mirë. Ndërkohë që deri në ato momente ishin duke punuar me staf i cili ishte ekzistent dhe i përgatitur, staf i paprekur nga revolucioni në thonjza i viteve 2009-2012, ku shkatrua sistemi arsimor. Po, jemi në 2025, problemet pas tërmetit, po sigurisht edhe pandemisë, tashmë do duhet të ishin rikuperuar. Ndërkohë që ka një numër të konsiderueshëm të papunësh në Shqipëri, të regjistruar zyrtarisht, nga ana tjetër ka mungesa në sektor. Ku ç'don, çfarë nuk funksionon? Themi drejtën, kjo është një pyetje që ja bëjmë edhe ne mes njëri tjetrit, besoj çdo vend, çdo kafe, çdo bisedë që mund bëjmë me çdo njerëzish. Është pak e vështirë të kuptosh se çfarë ç'don, sepse personalisht neve gjithmonë kemi vende të hapur. Do të ishte në interesin e operatorëve, qoftë edhe për t'i trajnuar vetë këto punë kërkues të papunë në momentin që institucionet nuk po funksionojnë siç duhet me kurset profesionale? Ajove që ne kemi hasur më shumë problematik, të them drejtën, te stafi është kultura e punës. Është ajo që i mungon një individi. Fillon nga mënyra se si prezantohet për të ardhur tek intervista e punës. Dërgon thjesht një CV të bërë attach në email, pa një prezantim të vetes tij. Domethënë, fillon që te pjesa që nuk din të prezantojnë veten, fillon që te pjesa pastaj që në momentin që vinë dhe ulen tek posti i tyre të punës, kërkojnë të bëhet trajnim që absolutisht është detyra jonë për ta trajnuar punëmarrësin,
Dhe gjë e cila bëhet dhe pas 3 muaj që quan veten ekspert dhe kërkon një rritje page, dhe në momenti që ti e pyet çfarë ke bërë për ta merituar këtë rritjen e pagës, është unë kam 3 muaj që punoj këtu. Domethënë, ajo që neve kemi hasur problematik gjatë gjithë kohës me çdo punëmarrës që kemi marrë, është thjesht kultura e punës që kanë, e cila është pak për të ardhur keq, sepse mua nuk më pëlqen shumë të cek problematikat, më pëlqen më shumë. Je më optimiste se ç'duhet. Po në momentin që shkon tek një strukturë apo moduese apo që ofron shërbime të tjera turistike, momenti i parë që përballemi është pikërisht stafi. Është imazhi çdo kompani është stafi. Domethënë është diçka që absolutisht që neve duhet kemi shumë kujdes dhe duhet bëjmë përzgjedhjen e duhur. Dhe a mund të gjendet një zgjidhje në vlerësimin tuaj sa kohë kemi aq shumë të papunë në Shqipëri dhe kërkesa për të punësuar në sektorin e turizmit nga ana tjetër, po shumë? Mund të gjendet një zgjidhje, por zgjidhjet vazhdoj të theksoj që janë jo drejt për drejt të lidhura ekskluzivisht me turizmin. Sepse, si tha zonja Vani, kanë raste që i trajnojnë, pas 3 muaj nuk bien dakord për pagën, e thot unë e le punën. Pa marrë parasysh asnjë aspekt kontraktual. Dhe problemi që duhet të theksoj është që ne duhet mësojmë të respektojmë e para njëri tjetrin, e dyta marrëdhënien punëdhënës punëmarrës. Mos ka të bëjë me pagat e ulta që u ofrohet këtyre fillestarëve apo të sapo trajnuarve? Është paga dakorduar. Nga do ta nisësh kur je fillestar do nisësh, nuk do nisësh si menaxheri tash, të gjithë janë të qartë. Gjithë kanë menaxherin këtu. Mundësisht duam pronarin, temi të qartë për këtë punë. Ne duhet mësojmë të respektojmë atë që quhet kontratë. Nënshkrua modhën firmën për diçka, duhet të mbash përgjegjësi për atë firmën që hodhe. Unë vi dhe duhet të punoj tek zonja Vani, firmos, pas 2 muajsh nuk më intereson më se erdhi dikush tjetër dhe mua nuk kjo kontrata për mua nuk ka si lloj vlerë dhe unë mund të largohem. Dhe ka shumë raste që janë larguar punonjësit pas janë trajnuar me shpenzimet e operatorëve ekonomik, pra jo vetëm turizmit. Kontrata ka vlerë ligjore dhe penalitete nëse shkon në gjykatë. Pra, shpreha jo e fundit ishte nëse shkon në gjykatë. Dhe punëdhënësi e thot, unë do shkoj në gjykatë administrative, kam 1, 2, 3, 4, 5 kosto që do të thot do argjoj një 4-5 milion lek të vjetra, varet se si do shkoj puna, dhe në fund fare ai apo ajo iku është larguar, kontrata bie nul, del një ligj tjetër e prish të gjithë punën, unë ngela gjyqave, shpenzime nga të gjitha anët, çfarë fitova asnjë gjë. Pra, në momentin që nuk jepet një zgjidhje definitive kësaj pune, që të respektohet kontrata ashtu siç duhet, atëre dhe operatorët ekonomik, jo vetëm të industrisë turistike, por gjithë operatorët ekonomik e kanë vështirë të trajnojnë punonjësin sa po fut këmbët. Dhe ky është një nga problemet e para, që punonjësi e shikon veten të nënvlerësuar, sepse se marrë do të konsideratun ta fus direkt në trajnime që kushtojnë dhe trajnime të operatorëve ekonomik, pra një trajnim për ticketing, për bileta, po kushton 3-4.000 euro, pa marrë parasysh provimet e që vinë më pas. Po trajnimet e tjera, koha që do të harxoj, kushdo që do të trajnojë, janë të gjitha para këto. Po si mund të zgjidhet këtë çështja e punësimit, sa kohë ne po e shohim turizmin si një nga kontributorët kryesorë në ekonomi. Edhe vitin që lan pas, mbështetjen më të madhe, ndikimin më të madh në prodhimin e brendshëm bruto edhe atë turizmi e po ashtu sektori i ndërtimit. Pritshmëritë janë që këto të dy të jenë edhe për 2025-ën kontributorët kryesorë të ekonomisë. Këto të dy do të vazhdojnë të jenë sepse po vazhdojnë, po funksionojnë me kompani familjare dhe të vogla turizmi, kurse ndërtimi ka vaze të tjera. Thjesht i solla në vëmendje si dy shtyllat e ekonomisë. Prandaj i vura ball për ball.